Ndërsa vendi po numëron orët deri në zgjedhjet parlamentare, Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka bërë me dije bilancin për menaxhimin e kallëzimeve të lidhura me krimet zgjedhore. Sipas prokurorisë, deri më datën 5 maj, SPA ka regjistruar gjithsej 115 materiale kallëzuese, një shifër që tregon për tensionin dhe ndërlikimet që shoqërojnë garën elektorale. Sipas të dhënave zyrtare të bëra publike nga Prokuria e Posaçme, këto kallëzime vijnë nga disa burime. Përkatësisht, 25 kallëzime janë paraqitur nga subjektet politike që denoncojnë tentativa për manipulime, shkelje të rregullave ose presione ndaj votuesve. 35 kallëzime janë regjistruar përmes platformës online. Një pjesë tjetër e madhe e materialeve kallëzuese janë referime të ardhura nga policia e shtetit. Ndërkohë, vetë SPA ka marrë nismën për të regjistruar raste që janë hetuar kryesisht nga kjo strukturë, pa patur domosdoshmërisht një denoncim të jashtëm. Nga 115 kallëzime të bëra, 35 procedime penale janë hapur deri më tani, dhe nga këto, 8 procedime janë iniciuar me nismën e SPA. Kjo tregon një angazhim të shtuar të organit të posaçëm për të monitoruar dhe ndërshkuar shkeljet, jo vetëm duke reaguar ndaj kallëzimeve, por edhe duke vepruar proaktivisht.